Kur ekipit Kosovës në MBE ishte prezantuar marrëveshja e paqes me palët serbe, Hashim Thaçi si udhëheqësi i delegacionit, por edhe një pjesë e grupit kishin insistuar në 2 pika të rëndësishme. Pika të cilat do bëshin themele edhe shtetësisë më pas, por edhe të së drejtës Kosovës për të pasur ushtri. E para ishte se delegacioni i Kosovës kërkoi me insistim e më pas i arriti të marrë garanca se pas një kohe do merrej parasysh vullneti i popullit për statusin e tyre. Kjo është edhe baza mbi cilën Kosova kërkoi shtet më vonë dhe i arriti. Por në MBE ishte insistuar fort edhe më pas u arrit edhe diçka tjetër e rëndësishme, që të ndryshonte kërkesa ndërkombëtarëve në raport me ushtrinë qeveritare të Kosovës. Aty u pranua që UÇK-ja të demilitarizohet, por jo të zhbëhet, jo të zhduket, por të transformohet. Transformim që më pas u konkretizua nga dokumenti i njohur zotimi për demilitarizim dhe transformim nga UÇK-ja. UÇK-ja u bë TMK-ja FSK dhe më 14 dhjetor të vitit 2018, ku vendi i Kosovës miratoi pakun e ligjeve që mundsuan transformimin e forcës së sigurisë Kosovës nga forcë sigurie civile në forcë ushtarake profesionale. Pra, praktikisht i dha mandat ushtarak. Kuvendi e miratoi ligjin numër 06/124 për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës. Urime ushtar, ta bëj prej sot gatitur. Zoti Shala, për mu, baza e themeli i ushtrisë sot, forcës së sigurisë Kosovës, bërën nga mbrojtja e së drejtës për të pasur një trup të organizuar në Rambujë. Ju keni qenë prezent atje edhe vetë. A mund shumë më tregu pak atmosfera edhe kërkesa e palës kosovare në këtë pikë? Po, shiko, mbi gjitha ne kemi biseduar me përfaqësuesit e UÇK-s në Rambujë për sa i përket mundësisë që ata të vazhdojnë luftën deri në fitore. Do të thotë ka qenë një bisedë fare sinqertë dhe ata na treguan që mundësitë për diçka tillë nuk ekzistojnë për shkak të disproporcionit të forcave midis forcave serbe dhe forcës UÇK-s, e cila mos të harrojmë ka qenë ushtri vullnetare. Askën nuk e ka detyruar që të luftojë për lirinë e Kosovës, por të gjithë ata kanë qenë të gatshëm edhe të vdesin, të sakrifikohen që Kosova të bëhet një vend i lirë. Ndërsa se përket temës që përmendem me të drejti, do të thotë prej fillimit, prej ditës parë. Një pyetje shtesë të kjo pjesë. Ka pas shqiptar të organizuar në ushtrit jugosllavice dhe forcat të sigurisë atje. Për shembull, ndryshe prej Kroacisë, kur janë mobilizuar ajo pjesë, është shkëput dhe pastaj ka bërë luftë, pse në Kosovë s'ka ndodhur njëjtë? Pse në Kosovë ushtarakt që ka qenë pjesë e ushtrisë jugoslave nuk janë shkëput me kriju formacione vetë edhe me i bërë luftimet? Shiko, ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm, duhet të thënë hapur në ushtrinë e Slovenisë, pashta edhe në ushtrinë e Kroacisë. Shqiptar. Po, Rajma Dema Gimçeku në ushtrinë e Kroacisë, Naima Loko me kolegë në ushtrinë e Slovenisë. Po, lufta bëhet prej ushtarëve profesionistë. E kemi venti edhe në rastin e Kosovës, me atë statusin që e ka pas kushtetutës së vitit 1974, ne kemi pas përfaqësi në ushtrinë e Jugosllavisë, po fare simbolike, domethënë nuk i kanë besuar oficerëve tonë, nuk i kanë besuar, madje disa kanë përfunduar në burg. Pastaj kemi pas mbrojtjen territoriale me kushtetutën e vitit 1974, mbrojtja territoriale ka qenë një lloj ushtrie njësisë federale. Ne kemi pas 14.000 vete armatosur lehtë në mbrojtjen territoriale, e cila është suspenduar në vitin 1981 me njerë pas demonstratave, sepse është kuptuar nga autoritetet atëhershme serbe dhe jugoslave që këta po muj kanë edhe me luftu kundër nesh, do të thotë 14.000 vetë. Pastaj kemi pas edhe policinë e Kosovës, që është medicina atë i kanë thënë, dikon 3.500 vetë. Pra kemi pas embrion të një lufte të ardhshme për shërimin e Kosovës. Por ai embrion është shkatruar në esencë me sjelljet e autoriteteve të atëhershme të Beogradit. Prandaj edhe ky numri simbolik i oficerëve ose ka qenë i përndjekun, ose kanë qenë jashtë vendit, si Agin Mamadani e të tjerë që pastaj kthehen në Kosovë, ose edhe kanë luftuar në rreshtat e ushtrive të Slovenisë dhe të Kroacisë. Tash nëse kthehem te pyetja jote rreth Rambujës, është më rëndësi kapitale, sepse ne prej ditës parë e kemi ditë pak a shumë se çka arrihet dhe çka nuk mund të arrihet në negociim. Pra, ideja jonë primare ka qenë të mos t'i mbyllim derën pavarësisë pas një periudhe. Dhe kodifikuam këtë me të drejtën për me mbajtje referendumin pas 3 viteve ku me vullneti i popullit do të vinte në shprehje për të përcaktuar statusin. Nëse kritik çat pikë sulmoj se cili vullneti popullit, vullneti popullit jugoslavisë jo. Po historia ju dha drejt ju. Drejt, po edhe zonja Olbret na ka dhënë garanca me shkrim, ne e dim për çka kemi bërë fjalë.
Dhe kërkesa e dytë, po ashtu kategorike e parës tonë, ka qenë që të mos ndodhë zhbërja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tek e fundit ushtria shqiptare e Kosovës ka pas një rol vendimtar që ne të shkojmë në Rambujë. Të mos ishte lufta, duhet të thënë hapur, me gjithë meritat e jashtëzakonshme që i ka pas të vizja politike në krye me doktor Iban Mugohen, kur nuk duhet të harrojmë, por megjithatë u dashur të luftojmë që ne të mbrim në një konferencë pasore, se ishte konferencë pasore, të mos harrojmë sepse pati luftë. Prandaj edhe ne në bisedat prej ditës parë kemi thënë ideja e zhbërjes së UÇK-s është e papranueshme për ne. Atëherë në biseda që kemi pas sidomos me ambasadorin Hill dhe me panin amerikanë, kemi marrë ideja e transformimit të UÇK-s në një trup tjetër, edhe po ashtu kem pas ide që megjithatë segmenti ushtarak i UÇK-s transformohet në parti politike, sepse akoma nuk ishte e qartë se çka do ndodhë në periudhën pas përfundimit të luftës. Prandaj ne e arritëm të dyjat, e arritëm referendumin, me cilën garantoi që pas 3 viteve do të mund të bëjë Kosova shtet i pavarur, dhe po ashtu arritëm që UÇK-ja të mos zhbëhet, po të demilitarizohet siç do ndodh me qershor në marrëveshjen që ka pas generali Michael Jackson, komandanti i KFOR-it me Hashim Thaqin si drejtor politik edhe me Agim Shekun si komandant i UÇK-s, për demilitarizimin dhe transformimin e krijimit një trupe që u quajt trupat e mbrojtjes së Kosovës, TMK. Aty Veç edhe pak të më interesante negocimin në Rambujë. Pro fillimisht nuk ka qenë. Pro fillimisht ka qenë ideja që UÇK-ja mund të bëhet komplet. I dorëzon armë, largohet si strukturë. Po. Ka qenë insistimi i delegacionit. I gjithë delegacionit. Nuk mund të them që kemi pas dallime fare në këtë aspekt. Megjithatë ne kishim edhe obligim moral ky segmenti civilo-politik ndaj njerëzve që kanë luftuar, edhe ata shihnin goxha problematike që të hyjnë në një proces i cili garanton zhbërjen e tyre. Tash gjitha investim që ishte bërë, mendoj që se në këtë kontekst ndoshta vlen të them fare shkurt që mjeshtria më e madhe e një populli kur bëhet fjalë të lufta është kur pianis luftën dhe kur përfundon. Kjo është mjeshtria më e madhe. Ne kemi edhe ndoshta do ta bëjmë edhe një emision të veçantë për këtë punë, se duhet edhe për punën e luftës. Pse bën mirë që luftuam prej vitit 96, 97, 98, jo më herët. Prandaj ne tash e dinim që lufta duhet të përfundojë. Po të përfundoj jo duke e pacifikuar UÇK-n, duke e zhbërë UÇK-n në mënyrë plot dhe duke lënë fare në një arkiv apo në trajt të një muzeumi i cili mund edhe të mos realizohet kur. Pra, për këtë shkak ne këmbëngulëm gjithë delegacionin, mund të them, dhe ja arritëm që megjithatë të mos ndodh zhbërja UÇK-s, po të ndodh transformimi me një plan të NATO-s dhe të KFOR-it, i cili nuk kuptonte që megjithatë një pjesë e madhe të demilitarizohet plotësisht, po një pjesë embrionale, nëse mund të them ashtu, të transformohet në trupat e mbrojtjes së Kosovës. Sepse ajo imi ishte angazhuar atëherë, na shtat kujtohet aty që edhe financiarisht të sigurohet ata që kanë qenë luftëtar të UÇK-s, që të ketë trajnime të tyre për profesionin civile, po një pjesë edhe të jenë edhe pjesë të një trupe mbrojtjes Kosovës, e cila ka pas një uniform as ushtarake as policore, po kryesorja për ne ka qenë diçka më shumë, ndoshta për KFOR-in ka qenë diçka më pak, por nuk ka pas ideja është rujt, ideja ka njerëzit që kanë qenë ka qenë që të ruhet ideja. Taut Haradina i gjithë UÇK-s kanë qenë. Tash ne natë nuk kemi qenë shtet, po na e rujtim idenë për me bë shtetin. Natë të MK-s ka qenë ushtri, po ne e rujtim idenë që herët avon të bëhet ushtri. Edhe normalisht ka pas dilema edhe në NATO, edhe në KFOR, po jo të amerikanët, jo të anglezët, ma mund të bisedojmë për këtë temë, po kryesorja prej fillimit të MK-ja ja ka mësy që të bëhet ushtri. Edhe zakonisht në momentet më kritike është treguar si duhet, veç mas në trazijat e marsit të vitit 2004, nuk duhet të harrojmë kur atë, Agim Sheku si komandantit e MK-s ka marrë edhe një lloj falënderimi për strukturave më të larta të NATO-s, por rolin që ka pas të MK-ja në qetësimin e gjendjes gjatë trazirave dhe pas trazirave të marsit. Dhe aty ka pas dilema, mund të them hapur, a duhet qysh tash të fillojmë me transformimin të MK-s në ushtri të Kosovës, apo duhet akoma të pritet derisa të hapet çështja e statusit. Por edhe në atë kohë ka pas trajtime shumë serioze se çka duhet bëhet me TMK. Ta zonë ka qenë një propozim i Britanisë madhe që ndoshta ja vlen TMK-n ta bëjmë gjandarmeri. Gjandarmeri. Flasim për vitin 2003-2004, jo për këtë kohë. Çfarë gjandarmeria? Gjandarmeria në këtë rast ka qenë do të thotë një trup që është pak më shumë se polici e pak më pak se ushtri. Do të thotë po faktikisht kishte pas armatim
më të fortë se sa policia ose Edhe TMK-ja, mandat se sa- edhe një mandat më të madh se sa TMK-ja, pa dilemë, por atë ishin dilemat, mos po hapim herët temën e statusit të TMK-s, sepse pa e hapu temën e statusit të Kosovës, mos po e bëjmë një hap përpara, mos po bëjmë dëm. Prandaj po kryesorja, mund të them që sidomos generali Kermabo, që ka qenë komandant i KFOR-it në një periudhë shumë të rëndësishme, ka qenë i tharë që TMK-ja është mirë të transformohen në diçka më tepër. Edhe ka pas përkrahjen normalisht edhe strukturat tona politike, po them dilemat kanë qenë të ndryshme midis një grupi shteteve, të cilat gjithmonë kanë preferuar që TMK-ja të ecë më shpejt drejt një embrioni të ushtrisë, dhe atyre shteteve që kanë qenë të dyshimta akoma herët nuk po e dim çka do ndodh me Kosovën, a do të bëhet Kosova shtet ajo, prandaj ta ruajmë akoma këtë statusin e saj. Nuk ka pas dyshime prej ndërkombëtarëve që po kërkohet ushtri me u keq përdor, apo? Jo. Kurse e kanë ditë që është partner stabil, sikur s'është për sulm. Prej ditës parë, prej transformimit të UÇK-s në TMK, deri sot e kësaj dite, ne vetëm flasim për kriterit NATO-s, edhe në armatim, edhe në veshmbathje, edhe në trajnim, do të thotë prej ditës parë, që nuk ka ndodhur me asnjë ushtri tjetër në rajon. Ne i kemi përfill kriteret e një ushtrie të NATO-s, edhe me sjellje edhe me të gjitha. Prandaj nuk ka pas kur dilema se çka të ndodh. Është ditë që ta zë ministri i mbrojtjes duhet të jetë civil, sepse kjo është përvojë gjitha shteteve evropiane dhe perëndimore. Nuk mund të jesh ushtarak ti, generale ti je ministër ose me uniformë të sillesh nëpër qeveri. Kjo nuk lejohet. Po është ditë po ashtu që kuadri profesional i TMK-s pastaj edhe i FSK-s duhet të jenë kuadër që ose janë shkollu, sepse edhe njerëzit e UÇK-s janë shkollu pastaj, kanë shkuar nëpër kolegje ushtarake dhe është arrit një farë profilizimi i shkëlqyeshëm, mund të them, i njerëzve të cilët e kanë përjetuar luftën pas qenë oficer të mirëfillt, po pastaj kur e kanë përjetuar luftën e kanë ndrumbullaksu duke u shkolluar në akademitë më prestigjioze ushtarake. Prej UÇK-s, prej fillimit, por gjithmonë ka qenë preokupim i elitës politike udhëheqësve ardhja të ushtria. Pa dilemë se çfarë shtete janë nëse s'ka ushtri. Punë në bërje, edhe tash ta themi këtë hapur, te ne ushtria gjithmonë ka pas një karakter moralo-politik. Jo vetëm ushtarak, s'kemi pas kur ushtri tonë, dhe tash edhe mes ju të kujtohet që sarë bëheshin hulumtimet e opinionit për popularitetin e politikanëve, komandanti të TMK-s dirke i pari i dyti. Me uniform, Gjeneral Çeku, dhe me një herë dilte që është tepër i popularizuar. Prandaj tek mund të bëj feministër, por kjo është një rrëfim tjetër. Pra gjithmonë kemi dashur që ta kemi ushtrinë, nuk është kontestuar prej askujt prej nesh. Me kënd ka qenë koordinimi më i madh? Me amerikanë dhe me anglez. Gjithmonë me amerikanë me anglez. Ta zonë anglez kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në SSR, që thuhet që është Strategic Security Review, që kanë bërë anglez me insistimin e Sonja Sen Petersenit, shefit të mikut, ata pe vitit 2003-2004 kanë filluar të punojnë që çka të bëhet me TMK-n dhe si të ecet përpara drejt një rumbullakësimi të identitetit saj si ushtri e arshme e Kosovës. Prandaj anglezët dhe amerikanët gjithmonë kanë respektuar tepër shumë, dhe kanë respektuar dhe luftën tek e fundit. Mos harrojmë se gjitha dokumentet që sot mund t'i lexojmë, ne kemi pa që anglezët dhe amerikanët kanë respektuar me të madhe luftën që ka bërë UÇK-ja në vitet 98-99. Dhe pa atë luftë, po them edhe një herë mos të projmë, po nuk kishim brinën atë momentumin e qërimit të Kosovës dhe pastaj të krijimit të segmentit civil dhe ushtarak që ne të kemi rama të bëhemi shteti i pavarur. Po blem për juve si gjenerat politike pas fillu me kryu një përshtypje e sforcume, e diktume, që jeni pak si rëb të ndërkombëtarëve, sikur i dëgjoni pak si tepër, po a mundë me thona që përvoja ju ka bërë juve me qenë gjithmonë bashkëpunues se keni pa që çashtu po arrini gjanat. Po absolutisht, se ne kemi folur fara hapur gjithmonë prej vitit 97-98 tutje me amerikanë, me anglezë. Servilize, mos e ne po mënyrë se si keni arrit gjanat. Domosdoshme, mos harrojmë se kanë njerë krijuar mite, si po thua ti, do thotë. Në gjithë luftën e dytë botërore, vetëm Britania e Madhe është liru vetë. Gjithë popujt e mëdhaj, malamet France është liru për ushtrisë amerikane dhe angleze. Çka ka bë De Gaulle, komandanti i forcave franceze, kur kanë hyrë në Paris, ju ka thënë anglezëve amerikanëve, apo rrini pas meje që megjithatë të krijohet përshtypja që unë po i francez. Prandaj partneriteti jonë me NATO në Amerikën ka qenë domosdoshëm që Kosova të çlirohet. Atëherë kur s'duhet ta harrojmë që ajo ka qenë diçka jetike për ne dhe do biprurse dhe tek e mrama ka qenë pjesë e një partneriteti që ne pa të ndërtuar qysh në vitet 90, partneritetit politik Kosovë. Ka funksionoi kjo, domethënë çka ishte që nuk arrijej
Gjithmonë arrijë diçka me rëndësi strategjike për popullin tonë në bazë të partneriteti. Dhe kur mos të harrojmë që kjo është temë në veti fushata ajrore e paktit NATO. Kjo ka ndodhur një herë dhe mos do të ndodhë kurrë që ta shpëtojë një popull. Edhe tek emrama të vërë themeljet e krijimit të shtetit të Kosovës. Prandaj ky partneritet ka qenë një etik tepër rëndësishëm dhe tash vim ndoshta në këtë periudhën te Ahtisari, që po ashtu vlen të përmendet për arsye se te procesi i Ahtisarit ka pas iniciativë nga ana e Serbisë që Kosova asesi s'bën të ketë ushtri të vetën dhe asesi s'bën të ketë ministri të jashtme. Dy elemente tepër të rëndësishme si shteti, nëse s'ki diplomasi, s'ki ushtri, çka jeti, edhe që Kosova të plotësisht të jetë në aspektin ushtarak inekzistente dhe që NATO kvori përgjithmonë ta mbajnë sigurinë në Kosovë. 3 shtetet perëndimore shumë të rëndësishme, Gjermania, Franca, Italia, fillimisht kanë qenë për opsionin që të bën të transformohet në ushtri. Jo, për politikë jashtme kanë qenë për ushtri. Britania Madhe dhe Amerika kanë qenë fuqimisht që të ketë Kosova ushtri, sepse është element i shtetësisë. 2007 apo? Po, 2005, 2006. Ahtisari prapë duhet të shpreh publikisht falënderimin për të, ka qenë fuqimisht që Kosova duhet të ketë shtet, që s'duhet të ketë as një kufizim për shtetin e Kosovës, për jashtë këtë periudhën e asociuar mbikëqyrje ndërkombëtare. Në theksim që do të veçohen, pra qëndrimet amerikane dhe britanike nuk kanë qenë veç bardhje e kërkesës palës shqiptare, po qëndrime autentike që Kosova po bëhet shtet dhe duhet të ketë gjitha elementet e shtetit. Ty fillu prej ushtrisë. Edhe aty normalisht kemi pas diskutime me sekretarin e përgjithshëm të paktit NATO, Jaap de Hoop Schefferin, që ka qenë holandez. Një muaj, 2 muaj vinte te ne dhe shiheshte me ekipin e UTET si të bëhet transformimi. Kan pas 2 motive NATO në atë kohë. Motivi i parë ka qenë të mbahet qetësia, që mbahet paqja, sepse pas trazijave të Marsit gjithmonë ka pas rrezik që mund të ndodhë përsëritja aty të trazijave, dhe së dyti, çka të bëjmë me TMK-n, si të transformohet TMK-ja apo ta krijojmë një ushtri prej zeros. Tash si një lloj kompromisi në fund del që megjithatë do ta bëjmë PSK-n prej zeros e jo ta transformojmë TMK-n duke ja respektuar rolin që ka pas TMK-ja, por megjithatë PSK-n e kemi bë ushtri prej zeros me një proces i cili absolutisht i ka përfill kriteret e paktit NATO. Dhe ky ka qenë sukses i madh, po them edhe Ahtisari është shumë i merituar që ju shmangëm rreziku që sërish ta paguam një çmim shumë të lartë që të në emër të një shteti që po krijohej sipër të heqim dorë për mekanizmin mbrojtës të atij shteti. Çfarë shteti janë nëse s'ke ushtri? Kështu që po arrit një sukses i madh, po them, po prap fal rolit vendimtar të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe. FSK-ja është bo për me qenë ushtri, po s'ka qenë në fillim ushtri. Në kuptim të mirëfillt. Ka qenë një periudhë kalimtare, e cila ka filluar normalisht me 2008 me fillimin e krijimit të FSK-s, me një rregullim të veçantë, me kriteret të NATO-s, me një kuadër të oficerëve i cili ka dalë edhe prej TMK-s, do të thotë ka pas një numër i serioz i oficerëve që janë prej TMK-s janë rregulluar në FSK, por ka qenë një periudhë kalimtare prapë me një farë rishikimi të pozicionit të FSK-s nga ana amerikanëve dhe anglezëve, dhe ky rishikim ka zgjatë prej vitit 2008 deri në vitin 2014. Në vitin 2014, në pranverën e vitit 2014, vlerësimi konkludues ka qenë po mund të hyjet në procesin e transformimit mërfillt të FSK-s në forcë të mbrojtjes së Kosovës 2014. Edhe tash ka qenë në pyetje mënyra se si të ndodhë në aspektin legal. A me ligj a me kushtetut. Ne kemi insistuar pala kosovare në atë kohë që kjo bëhet me kushtetut. Normal, mami. Por ne kishim galen problemin e shumicës së dyfisht. Këtë deputet duhet të votonin, sepse kishin të bënin me kushtetut, pra me amandamentim kushtetutës, dhe duhet të 80 vetë të votonin, brenda tyre edhe së paku 14 deputet të pakicave jo shqiptare, normalisht ne jemi shumicë, duke përfshirë së paku 4 deputet të komunitetit sërb. Atër ka qenë Partia Liberale që bashkonte serbët e Kosovës, ka pas ti sërbe, dhe kam pas një bisedë intenzive me ta të gjithë ne, dhe ata patën një ofertë për ne, po flas për pranverën e vitit 2014, pak para zero nëse të kujtohet, se zero patën mbajnë në qershor vitit 2014. Oferta ka qenë kjo.
voton edhe një mandat për urseve të rezervuara për ne, sepse me pak në Atisarit kanë qenë 2 mandate, e ata do të votonin ndryshimin e mandatit të FSK-s përmes kushtetutës. Shiko çfarë oferte e kemi humbur atëherë. Atëherë LDK-ja, Liga Demokratike e Kosovës, i ka pas disa hezitime, mendonte që kjo është punë pazari politik midis PDK-s edhe Partisë Liberale të Serbe, po ma vonë vetë ata ma kanë konfirmuar, që është bo gabim. Sepse ne mos harrojmë një tash kishim ushtrim me kushtetu. Po, mos harrojmë, nëse kishim filluar në 2014-ën. Ne kemi ciklin 10 vjeçar. Domethënë 2024-ën ne kishim përfunduar këtë cikël dhe do të njiheshim prej NATO-s dhe për të gjitha shteteve të NATO si ushtri e rregull, sepse edhe çështja e ushtrisë është element shumë i rëndësishëm që ti të bësh antar fuqiplot i paktit NATO, të Aleancës Periatlantike. Nëse ta njeh ty si ushtri, atë ta njeh edhe Ministrinë e Mbrojtjes, njeh edhe ty si shtet. Edhe këtë ne kemi humbur pra 4 mos njëjtën bëhe. Po, 4 vjet plota e kemi humbur, prej 2014-s deri 2018-s ne kemi vendnumëruar. Sa i përket këtij transformimi. Po, dua të them një temë që është interesante edhe për ty besoj, edhe për gjithë ne. Ne prej vitit 2017 në zyrën e presidentit Taçi kemi punuar që disi t'i bindim komunitetin serb që ja vlen të bëhet ndryshimi i sërishëm i mandatit përmes kushtetutës. Nuk kemi arrit, po një vit kemi punuar në mënyrë intensive në zyrën e presidentit Taçi. Unë kemi pas takime edhe me komunitetin serb, edhe me politikanë serb, edhe të gjithë na thonin që varet për Beogradin, që se Beogradi thotë jemi në rregull, ne s'kemi problem. Por në atë kohë ishte periudha tensionimit politik midis Kosovës dhe Serbisë, ishte e pa imagjinueshme që të bëhet diçka e tillë. Por ideja amerikane e State Departmentit, Pentagonit këtë periudhë ka qenë provoni se duhem të eksplorojmë të gjitha mundësitë para aleatëve tonë për ndihmë të themi, shikoni, po këta u munduan, punuan një vit mënyrë intensive, unë i pa përgatitur 2 raporte posaçme për Pentagonin e State Departmentit në atë kohë, guadar këtij konceptit të autrishit. Po nuk ja dolëm. Po presidenti thotë që në vazhdimsi ka qenë angazhuar për këtë. Pastaj normalisht ka qenë ide e përbashkët edhe presidenti Taçi dhe qeverisë Ramos Haradinja që sa më parë që është e mundur të ndodhë fuqizimi gjithçka të hyet procesin e krimit të ushtrisë së mirëfillt dhe kjo të ndodhë me pakun e ligjeve që u përmendi më herët në dhjetor të vitit 2018, edhe pse atëherë ka pas dilema për datë, sepse ka pas ide që të ndodhë ky transformim në datën e paraqitjes publike dhe Mujkrasniqi Daut Haradinja të rreshërimit në varrim të Llaush, po pastaj amerikanët insistuan megjithatë është një lëni simbolikat, lëni simbolikat, po atëherë është bë me insistimin amerikan. Po tash do të pyet, prej 2014-s kur nuk u mundsu me ndryshim me amendamentin të kushtetutës. Për rrethona që i shpjegove, prap, domethënë është filluar me u punu alternativa, me u gjetë forma se ç'është mundet me u transformu PSK-ja në praktikisht formacion ushtarak. Edhe një prej modeleve që është gjetë, pra hajde ta bëjmë me pako ligjesh, cila që japin mandatin. Po edhe kjo pra në koordinim vazhdueshëm me ndërkombëtar apo jo. Do të thotë këtu ishte problem që s'mund të ja ndroj me emrin. Se me ndryshimin e kushtetutës ne kishim mund ta bëjmë Mbrojtjes Kosovës, ushtrit Kosovës, do të gjinshim emrin. Sa punë këtu nuk mund ta ndryshoje emrin, po mandatin po. Më pakun e ligjeve ne ndryshum mandatin e FSK-s, e bëm ushtrit mirëfillt, e bëm Ministrinë e Mbrojtjes, me pakun e ligjeve, nuk kemi Ministri të FSK-s për 2018, po kemi Ministrinë e Mbrojtjes. Edhe hynëm në një proces po ashtu 10 vjeçar, sepse ky procesi 10 vjeçar ka qenë i pashmangshëm. Nuk ka qenë vetëm çështje vullnetit ton, po çështje ndërtimit gradual të kapaciteteve, rritjes graduale të harxhimeve për ushtri. Po, ligjit në pas plot po më duket që është plani afatgjatë 10 vjeçar. Ku përcaktohet shumë apora që do të marrë SKJ-ja. Gjithë kalibrat e armatimit, gjitha këto dhe po përcaktuar në ligj ato në 2018. Po, bëj 2018-s. Formalisht transformimi ka filluar me 1 janar të vitit 2019. Domethënë me 1 janar të vitit 2029 ky proces duhet të përfundoj. Po realisht si vjet do duhet të fillonte rishikimi, analiza se çka është bërë deri sot në këto 7 vite e kaluara, sepse duhet të përmbyhet. Ai ka qenë ligjit. Po, absolutisht. Mirë, ne në ndërkohë s'po ki çfarë pa adaptuar thanave, do thotë ne dimë që prej mandatit parë të presidentit Trump është insistuar që çdo shtet të ketë 2% GDP-s të brutoprodhimit vendor të kontribuojë për armatim dhe për ushtri. Ne kemi të kaluar këtë më herët,
tash është bërë 5%. 8.5% është drejt për drejt në mbrojtje, 1.5% në infrastrukturë që lidhet me ushtrinë e me mbrojtjen. Edhe këtë besoj që ne duhet ta mbrim, sepse është interes jetik i joni që ka modeli me pakot ligjesh. Po shiko, ka qenë prapë në koordinim me Amerikanët. Pako e ligje, po ashtu është bo prarë në koordinim plot. Shkrimit ligjeve të llojit absolutisht, në koordinim plot, edhe gjatë shkrimit të draftimit të ligjeve, edhe në caktimin e datës, edhe mos harrojmë një natë para se Kuvendi i Kosovës të mblidhet dhe ta miratoj pakon e ligjeve, Phil Kostner që ka qenë ambasadori i Amerikës në Prishtinë, pa dalë publikisht, ka thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës se përkrahen krijimin e ushtrisë Kosovës. Washington has consistently supported the development of the KSF and the development of the KSF into armed forces. We think that the KSF's evolution into Kosovo armed forces is a positive step and that it is only natural for Kosovo as a sovereign independent country to have a self-defense capability. Ta mund ta bënim ne këtë punë pa përkrahjen amerikanëve, sepse amerikanët punonin në atë periudhë edhe përkundër një vullnetit që shumica e shteteve të NATO-s që akoma është herët të bëhet ushtria e Kosovës. Ata thonë mjaft është prit. Edhe na kujtohet ajo vizita e njoftën e kryeministit Haradinaj në Pentagon, ku është takuar me James Mattis, që ka qenë sekretari i mbrojtjes, edhe normalisht James Mattis kur e ka pyetur Ramushi, duhet të kemi ushtri në kampus? Jo. Ai ushtarak vet. Ushtarak vet, do të thotë, edhe ka qenë një segment shumë i rëndësishëm i partneritetit ushtarak dhe politik midis Shtetet Bashkuara të Amerikës Kosovës. Nuk duhet të harrojmë kurrë, në periudhë më kritike të bisedimeve për statusin e Kosovës, 2006-2007, me ambasadorin Wisdell dhe me të gjithë ekipin e administratës së presidentit Bush. Ata gjithmonë na kanë thënë këtë mënyrë. Kjo është pjesë ku ne po bisedojmë së bashku me Ahtisarin edhe me ekipin ndërkombëtar për statusin e juaj. Kjo është pjesa e dytë ku kemi të bëjmë me marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Amerikë. Këto marrëdhënie bilaterale Kosovë-Amerikë ata gjithmonë kanë përmendur ushtrim. Edhe sot e kësaj ditë di çfarë roli luan Shtetet Bashkuara të Amerikës në mbajtjen, fuqizimin e ushtrisë. Prandaj po them këtë segment edhe pakoja e ligjeve normalisht është sinkronizuar me Shtetet Bashkuara. Kosova ka qenë koordinuar me institucionet. Absolutisht. Qeveria presidencë. Absolutisht. Se tash po ekzistojnë ndonjë interpretime që presidenti do të bëjë politik fare ashtu. Jo, shiko, për çështjet e ushtrisë ai me kushtetutë është komandanti suprem. Presidentja janë komandant suprem të ushtrisë të Kosovës dhe gjithmonë e di, edhe kur kam qenë në zyret presidentit Taçit që ata përgatitin uniformën edhe për zonjën Osmani, tash si komandant suprem edhe për Hashim Thashin, do thotë është llogari që ka qenë pjesë e bisedimeve gjatë periudhës së Ahtisarit, që normalisht presidenti i Kosovës është komandant suprem i ushtrisë, gjithë që është me kushtetutat e shumicës vendeve demokratike. Prandaj në këtë aspekt po them s'kemi pas kur digresion ose problem ose mos pajtime me Shtetet Bashkuara të Amerikës me Anglinë. Gjithmonë ka qenë puna momentumit të gjendjet edhe të krijohen kushtet më të mira të mundshme që Kosova të pajiset me ushtri të mirëfillt. Inshallah, a kish pas ushtri sot Kosova pa Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo. Nuk kishim pas ashtërim në çdo respekt luftës jashtëzakonshme që është bërë nga ushtria shënimtare e Kosovës. Çdo respekt në lëvizjet të shkëlqyeshme që ka qenë me krye me doktor Ibrahim Rugova, presidenti i Kosovës. Po mos kish qenë pariteriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kishim shtiruar në qershor 99, nuk kishim bërë shtet në vitin 2008. Me sy do t'i trajtojmë edhe me ty në bisedat e arme detale ku edhe në mënyrë edhe më të saktë të mundshme na tregojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës veshmas kanë luajtur rol jetik që Kosova të shtirohet një herë dhe pastaj të bëhet shtet i pavarur. Çka thot për ty interpretimin që amerikanët kanë kërkesa, po veç kur ju shkojnë në favor interesave të tyre, pra, nga përvoja jote për gjithë. Shiko, e di që gjatë fushatës besoj që dëgjuti këtë ide që ata kërkojnë diçka veç kur kanë interes. Shiko, gjatë fushatës ajrore të NATO-s kujtohet si një moment Javier Solana, si sekretari i përgjithshëm i paktit NATO, që ka dhënë urdhrin për sulme, ju kujtohet gjithëve. Pa të shiko, me qenë prej Hanës me pa çka po ndodh Kosovë, dikush thotë çka është kjo punë, pse po luftohet për këtë vend, a ka naftë, a ka gaz, a ka çfarë pasunie në toksore, mbi toksore ka që u çu krejt bota e lume që më shpëtu një popull. Cili është interesi i, cili ka qenë interesi i Amerikës në Kosovë, po ta shpëtoj një popull.
në vitin 98-99. Do të thotë, ne kemi merituar për krajet, po ne kemi merituar për krajen edhe 12-ën kur edhe 12-ën kur kur kriju shteti shqiptar, ne kemi merituar të jemi pjesë e një shtetit përbashkët, dije çka ka ndodhur me ne. Do të thotë, mezi kemi mbijetu si popull. Prandaj kjo ka qenë, mendoj, sot e kësaj ditë jam i sigurt që krejt kjo ka qenë një investim i madh politik, humanitar i amerikanëve në Kosovë dhe me shqiptar, gjë që është paguar me respektin që e kemi për ta, po përndryshe interesi këtu në aspektin klasik ekonomik nuk ka ekzistuar, po them, as në 88-99, as pastaj. Bile më shumë ka ekzistuar në Serbi për shumë shkaqe, po mendoj që ne nuk duhet të harrojmë kur, duhet t'ia dim për respekt, duhet ta respektojmë në fakt gjithë këtë investim që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo vetëm. Mendoj të Britania e Madhe, Franca, gjitha shtetet, shiko, ndoshta edhe kompromis, po nuk është tepër të përsërisim. Kosova është rasti vetëm të 5 shtetet e mëdha perëndimore, ku s'ka pas dallim midis qeverisë dhe opozitës se çka duhet bëhet. Në Amerikë republikanë demokrat kanë qenë gjithmonë bashkë, sot e kësaj dite janë bashkë çka duhet të bëhet me Kosovën. Edhe çka ndodh kur është i vetmi rast, për gjitha rastet tjera, për Izrael, Irak, Iran, për gjitha rastet tjera, ka dallime të mëdha midis opozitës dhe qeverisë. Vetëm për Kosovën nuk ka pasur dallime, sepse ka qenë rasti i pastër. Purë rasti i pastër që ne meritojmë të jemi popull i lirë dhe të vendosim për fatin tonë. Prandaj është arrit një sukses i madh. Në përvojën e gjatë që e ki në takime me amerikanë, raporte me amerikanë, procese, a ekziston një rast ku ju është thonë diçka edhe ka përfunduar ndryshe? E përmendëm herën e kaluar punën e gjykatës speciale. Përveç asaj. Gjykata speciale ja vlen, po, jo, për shtetësitë të Kosovës asnjëherë. Shiko, prej verës 99-s, ne është thonë mirë qartë, mirë kategorike për administratës atëherë të presidentit Clinton që ju do të bëni shteti i pavarur. S'ka kthim prapa. Po normalisht duhet të ecet në demokratizimin e procesit, në krijimin e të drejtave për komunitetet pakicë, veçmas për serbët, në një lloj të pranie civile dhe ushtarake ndërkombëtare në Kosovë. Gjitha këto kanë qenë elemente të pranueshme. Çka është problem për ne, prania civile dhe ushtarake ndërkombëtare në vitin 99, sepse ne patëm dalë për një periudhë të vakumit politik edhe institucional, për një gremine patëm dalë të okupimit e egër 10 vjeçar dhe luftës edhe më të egër 2 vjeçare. Prandaj ne kemi pas interes për gjitha praninë ndërkombëtare civile ushtarake. Neve kurse kanë penguar serbët në Kosovë, kanë qenë komunitet pakicë, dhe çka është problem ne ti qasim atyre. Ne kemi qenë luftë me Serbitë, kemi rama, e dim gjithë. Edhe çështjet e tjera, pra asnjëherë s'kemi pas një kërkesë e cila ka rënë ndesh realisht me interesa substancial të shqiptarëve të Kosovës. Edhe në fundit vullneti jonë është për fill edhe për shqirim edhe për krijimin e shtetit Kosovës. Po këto nuk kishim mund t'i bënim vetëm vetë. I kemi merituar, e tha më herët. Drejta jonë ka qenë qysh nga viti 1912 që ne të vendosim për fatin tonë. Por fatkeqësisht u dash të kalojnë gati një shekull vuajtjesh, luftrash, rezistencash të lloj-llojshme që më në fund të mbrim në 17 shkurtën e vitit 2008 kur e shpallëm shtetin e pavarur. Shpallim Kosovën, shtet të pavarur dhe demokratik. A afekton raportin Kosovë-Amerikë klima e kohëve të fundit, ku tash përtej thashë themave njerëzve, tash edhe persona me pushtet e trajtoj situatën sikur ka dalë se mbase kanë interesin ata të veti, ne nuk jemi servile, jemi shteti pavarur, duhet me kuptu Amerika, sikur rasti i fundit edhe për çështjen e gazit, kanë ata interesat veta, menimi i ambasadës nuk e përfaqëson menimin e Amerikës, ma ti ke pas jo janë dy Amerika, jo ka njerëz e ka institucione, a afekton pastërtinë e raportit? Që raporti i Kosovës me Amerikën shkon përtej një mandati çfarë do qeverie. Nuk du të lidhe me këtë qeveri apo qeveritë kalemtare, është një partneritet afatgjallë, që kur kemi folë në vitet 90-ta, kur folke presidenti Rugova atë botë si lideri një lëvizje pasore që kemi një partneritet historik, një miqësi përjetshme Kosovë-Amerikë, shumë kushte ne ndoshta është tallë me këtë vlerësim të tij, domethënë çka është ka flet ky normalisht se për kemi synuar një gjë të tillë. Po kur Amerika filloi të flet pas luftës, po kemi partneritet me Kosovën, kemi një miqësi me vërtet të përjetshme, atëherë u pa që kjo është serioze. Edhe ne kemi bërë për veti me sjelljet tona, me vuajtjet tona, me sakrificën tonë, kemi bërë për veti amerikanë, kemi bërë për veti edhe shumë popull të tjerë perëndimor dhe këtë kur nuk duhet të harrojmë.
Pra, gjithmonë ka mundësi që të miremi vesh për gjitha çështjet që duken ndoshta problematike, po nuk janë realisht problematike. Interesi joni është që jemi pjesë e një hartë gjeopolitike ku Amerika luan një rol vendimtar bashkë me Evropën. Ne kur nuk e kemi ndërmend të zgjedhim, edhe s'na kanë kërku kurrë as amerikanët as europianë të zgjedhim, jo nëse shkoni me Amerikën, jeni kundër nesh. Amerikanët na kanë thënë gjithmonë të kujtohet. Ja, apo doni mu bë yll në flamurin e Amerikës, shteti i ri në Amerikë, apo doni mu bë shtet në Evropë. Që kemi thënë jo shtet në Evropë, normalisht me përkrahjen e Amerikës, se pa përkrahjen e Amerikës kjo s'është e mundë. Po prandaj nuk ka këtu agjenda konfliktuoze midis nesh dhe Amerikës, midis nesh dhe Pra po thu që klimat momentale, qeverive nuk e afektojnë sentimentin e njerëzve në përgjithësi. Është investuar shumë për anës tyre, është investuar shumë edhe për anës tonë që asnjë mandat i çfarëdo qeverie po flas, nuk po duam të parë të lidhem me këtë qeveri që të afektoj këtë partneritet afatgjat i cili është jetik për shtetin e Kosovës, sepse ne e tham deri tash folëm që a do ta mund ta bënim ushtrim pa përkrahjen amerikane edhe anglezë të tjerë, nuk do të mund ta bënim ushtrim. Edhe nuk do të mund ta krijonim një ushtri kogja profesioniste. Ushtar ton, oficer ton po marrin shpërblime në garat më të rëndësishme në Amerikë, në Angli, diçka e tillë është do të ishte ndoshta pa parashikueshme para 10-15 vjetëve. Tash po e bëjmë këtë. Pse? Sepse jemi trajnuar me kriteret të NATO-s, me kritere amerikane. Nëse kujtohet prej fillimit kur është bërë uniforma e parë FSK-s ka qenë uniforma amerikane. Ajo ka qenë, domethënë, mostra, modeli i uniformës. Edhe armatimi është absolutisht armatimi i NATO-s. Na nuk kemi armatim që s'është në kuadër të NATO paktit. Prandaj roli jon është vendimtar sa i përket klimit të ushtrisë. Po ky rol vendimtar nuk ka qenë i mundën pa pas përkrahje jashtëzakonshme amerikane dhe angleze. Pra, a duket që populli shqiptar në Kosovë e kupton rëndësinë e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të raporti edhe a beson që kanë dijen e mjaftueshme që e braktisin secilin politikan që don me rrezikuar këtë raport? Unë jam i bindur që po. Mendoj që populariteti edhe tash kohëve të fundit po tha që nuk ka popull më pro-amerikan në Evropë se populli i Kosovës. Matja ashtu del. Mendoj Trumpi del 86% i popularizuar në Kosovë. Kush është më i popularizuar në Serbi? Vladimir Putini. Tash veç krahasoj këto dy elemente. Kënd respekton Kosova, kënd respekton Serbia. Pra raporti jon me Amerikë është raporti i cili është krijuar në momentet më tragjike, më të rënda, më historike të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj ai nuk do të përmundoj kur dhe për fatin tonë do të vazhdoj përgjithmonë.